Fundamentalit e birit e Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashnia e Fiut të Anë dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë, qoftë me ju të gjithë. Vllazën e motra, sot është festa e lartësimit të kryqit të Shenjtë. Thuhet me këtë titull, lartësimi, për me i lanë kryqit atë rëndësi që e ka, që është në qendër të jetës sonë e është kryqi shpëtimtar. Është festa që në Kishën Katolike, në vendet tjera nuk është se kremtohet sot ma, është kremtua gjatë shekujve deri në vitin 1960, është kremtuar në ditën e sotme. Atë kisha ka ba një ripërtritje të kalendarit liturgjik e ka kalu këtë fest në shtator me 14 shtator. Në këtë fest kujton edhe disa ngjarje që kanë ndodhur pas, në shekuj pas. Dhe më thanë, kur imperatoria Helena, që ishte nana e imperatorit të Romës, Konstantinit, kur është kanë angazhua me gjetë kryqin e Krishtit, do më thanë që e kishin hela të dikun pas kryqëzimit të Jezusit, dhe e ka gjetë në vitin 320. Atëherë, ma vonë, këtë kryq se ishte aq i rëndësishëm, persiantë, kur i kanë bërë luftë në shekullin në fillim shekullit 7, i kanë marrë luftë Jeruzalemit, e kanë marrë kryqin, në cilën është kanë kryqëzuar Jezusi, dhe e kanë çuar në vendin e tyre në Persi. Ma vonë, imperatori Heraklio ka bërë një luftë kundër Persisë, dhe e ka rimarrë kryqin e Krishtit e kthy mrapa. Në atë vend janë ndërtuar edhe dy kisha të kushtuar me kryqit të Krishtit, njëra në Golgot ku është kryqëzuar Jezusi e tjetra te varri i Jezusit. Në lutjen e parë që ja drejtojmë Zotit sot, i thomë, ti ke dashur o Zot, ti ke dashur që një lindur i biri yt të vdesë në kryq për ne, për shpëtimin tonë. Kjo është vullneti i Zotit. E ka paraqit Jezusin, e Jezusi e ka pranuar si flije me vdekjen në kryq për mëkatet tona. Ti kërkojmë Zotit falje për mëkatet, që të mund të kremtojmë si duhet këto misteret të shenjta. Po i rrfehem. Hy gjithëpushtetshëm pas të mëshirë për ne. Na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosëm.
Të lutem jo hy, ti deshe që në lindur i biri yt të vdes në kryq për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Ban që i pasjenjohen këtu mbi tokë këtë mister, ti gëzojmë në qiell frytet e shëlbimit ti, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tanë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shajt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Numrave. Në ato ditë, Izraelitët u nisën prej malit Hor, fertiren rreth e tërthor tokës së Edomit, udhës së shpije të deti i kuq. Por populli udhës filloi ta humbas durimin. Zurit e ankohej kundër Zotit e Mojsiut. E thonin: "Pse na nxore nga Egjipti? A për të vdekur në këtë shkretir? S'ka buk, as s'ka ujë, kurse kjo zez haje në mërziti shpirtin." Për këtë arsye Zoti çoi në popull gjajpërinë të hidhur, të cilët hanin popullin dhe vdiqën shumë njerëz prej Izraelit. Atëherë Mojsiu e i tha: "Bëm katë më të foljem kundër Zotit e kundër teje. Lutu ti që na i heq qafe gjallëprinj." Mojsiu u lut për popull e Zoti tha: "Punoje gjallëprinj helmues e vere në shtyllë si shenjë. Kushdo që pasi ta ketë ngrënë gjallëprinj, po qese e shikon, do të shpëtoj." Mojsiu e punoi një gjarpër prej bronzit dhe e vuri për shenjë. Këdo që hanë të gjarpërin, si e shikonte atë, shërohej. Fjala e Zotit. Dëgjoje me kujdes populli im mësimin tim, veru vesh fjalëve të gojës sime. Po e hap gojën time për të mësuar me shëmbëltyra, do t'ju tregoj fshehtësitë e kohëve të shkuara. Kur i vriste, atëhere kërkonin e përsëri ktheheshin te hyi. U binte në mend se hyi është strehimi i tyre. Hyi i pejlar, shënbuesi i tyre. Por se prap e gënjenin me gojen e tyre, e rranin me gjuhën e vet. Zemra e tyre nuk ishte me ta, bes nuk kishin në beslidhjen e tij. E ai i mëshirshëm u falte fajin, në vend që të shkatronte. Shpesh herë e ndalte zemrimin e vet, e nuk disej në furin e vet. Krishti e përuli vetën, prandaj Zoti e lartësoi. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Filipianëve. Jezu Krishti, edhe pse me natyrë hyi, parazile vetmete nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa ata, por ja mohoi vetvetes,
e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëjnë zajshëm me njerëzit dhe përka pamje jashtme dukej vetëm njeri. E përuli vetveten duke u baj dëzueshëm deri në vdekje, mo deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe Zoti e lartësoi pesëve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, e që në emër të Jezusit përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, e në tokë, e në nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë se Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjt atë. Fjala është e Zotit. Po të adhurojmë o Krishte, po të bekojmë, sepse me kryqin tanë të shenjtë e shpërbleve botën mbarë. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Në kohë Jezusi i tha Nikodemit askush nuk u ngjitën qiell përveç birit njeriu që zbriti nga qielli. Dhe sikurse Mojsiu e lartësoi gjakun në shkëti, po ashtu duhet të lartësohet edhe biri njeriu, që kush do të besojë në ta, ta ketë jetën e pasur. Vërtet hyu aq fort e deshi botën, sa që la një vetmin birin e vet, kështu që secili që beson në ta, të mos biret, por ta ketë jetën e pasur. Në të vërtet, hyu nuk e dërgoi birin që ta dënoi botën, por që bota të shpëtojë nëpër ta. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, sot në festën e lartësimit e të ngalmimit të kryqit të shenjtë, kem dëgjuar mas pari prej besedës vjetër një ngjarje, cilën Jezusi në Ungjillat e ripërdor për me treguar se çfarë kuptimi ka pas mundimi e vdekja e tij në kryq. Në besimin e vjetër në librin e Numrave tregohet se populli të shkua drejt tokës premtuame, që po u heqte vetë Zoti, filloi të murmuras, filloi të kundërshtoi Zotin, tu i fol Mojsiut me ankesat mëdha, pse na ke çuar në këtë rrugë, pse na ke sjellë në këtë vend, jem tu vdek, s'kem me hangër e s'kem me pi. Me këtë qëndrim, populli po e kundërshtonte praktikisht planin e Zotit. Zoti ka herë ju kishte thënë se do t'ju çojë një tokë ku rrjedh qumsh e mjalt në mënyrë simbolike, domethënë ku do t'i gjeni të mirat e jetës tuaj. Kur njeriu mëkaton, gjithmonë mëkati ka pasojat e veta. Nuk është se na ndeshkon Zoti, por është mëkati që i ka mren helmin e vet. Leximi i parë tregon se për këtë arsye, pra, për këtë arsye të kundërshtimit të madh kundrejt tij, thot gjakprit fillon
po e hanin popullin lëvizën shumë njerëz prej Izraelit. Atë shkuante Mojsiu prap populli, e le folin me ta, e i ban lutje, e ban pendimin, e i than, kemi mëkatnuar. Kem fol keq kundër Zotit, kem fol keq kundër tejit. Lutju Zotit, që t'na hjekin qafet këta gjarë prej. Atë Zoti urnoi Mojsiu të i than, bajnë një shtyllë, punoj një gjarë për e vaje në shtyllë si shajnë. Kushdo ma vonë, ka do që do të hanë gjatëni, kushdo që do të shikoj drejt këti gjarë që do të vendosit aty, do të shpetoj, do më thonë, nuk ka me vdek. Tashti Jezusi, nuk gjile përdor këtë ngjarje të besives vjetër që kishte ndodhur shumë shekuj ma përpara, e përdor në bisedë me Nikodemin. Kishte ardhur një mësues fejit. Kishte ardhur me fol me Jezusin. Edhe Jezusi po i zbulonte gjanat më të rëndësishme të fesë që ka nevojë dikush me besua në Jezu Krishtin. Një pjesë nuk e kem dëgjuar sot. Sot kem dëgjuar vetëm këtë pjesën që ka lidhje me këtë ngjarje në këngë. Po e mësonte pra Nikodemin to i thamë. Sikur se Mojsiu e lartësoi gjarprin në shkretin, po ashtu duhet lartësohet edhe biri i njerit, që kushdo të besojë në ta të ketë jetën e pasur. Pra Jezusi po i thonë se Nikodemit, biri i njeriu që është ai vetë, ka nevojë mu lartësua në kryq. Ka menovën që atëherë kushdo që do të besojë në ta, kushdo që do të drejtojnë shikimin e vetë drejt kryqit në kuptimin që simbolizon pra mundimin e Krishtit shpëtimtar, sot do të shpëtoj. Ka me pas jetën e pasosur e nuk ka me vdek. Nuk ka me vdek e ka fjallin në rëvesh Zoti gjithmonë, nuk ka me vdek me atë vdekin e dytë të përjetshme. Sa i rëndësishëm është mundimi e kryqi i Jezusit për fenë tonë, na gjatë mes një moment me shtarje shpave sot para popullit, misteri fesë. Edhe këtë misterin e fesë e kem përmbledhur në 3 fjali të shkurta. E thomë, si përgjigje në këtë misteri fesë, thomë, kujtojmë vdekjen tënde o Zot, a vdekjen e Krishtit në kryq. Shpallim ngjalljen tënde. Edhe pjesa e tretë e misterit, presim ardhjen tënde në lumtuni. Pra ky misteri i madh i fesë krishterë është se kujtojmë vdekjen e Krishtit në kryq. Jezusi thoshte Nikodemit, duhet lartësohet biri i njeriu në kryq. Nikodemi nuk ashtë po kupton të shumë. Në atë bisedën paraprake që i prin kësaj, asët nuk e kishte kuptua, i kishte fol se është nevojshme që të zbrazësh shpirti i Zotit mbi ty, që ti të rilindsh edhe një herë, në rëvesh jo nga ana trupore, të rilindsh e të ripërtrihesh në mendje. Por Jezusi e quan si një lindje të vërtet, pra mu ban njeri i ri. Nikodemi nuk po kuptonte. Por Jezusi vazhdonte me ia thënë misterin e fesë. Kush beson Jezu Krishtin, këto janë gjanet e rëndësishme, se na shpesh shërbim para Krishtit me menimet tona se si është Zoti e si do të me vepru Zoti. Jezusi thot me këtë fjalë, duhet të lartësohet biri i njeriut. Këtë ngjarje Jezusi gjatë veprimtarisë së tij, ai kishte 12 apostull rreth vetes, që i mësonte ditë për ditë me vazhdu ma vonë misionin e tij. Kishte edhe shumë nxënës tjerë. Kur erdhi koha, Jezusi filloi me mësua nxënësit e vet, e i thoshte kështu. Sot në fakt filloi të dëshmoj se duhej të shkonte në Jeruzalem.
Ka me vujt shumë nga ona e pleqve, kryepërinjve e skribëve. Kanë me bra. E ditën e tretë do të ringjallit për i të vdekunve. Kur nxënësit dëgjonin për këtë deftim të Jezusit, as nxënësit e tij, edhe pse ishin të afërm të tij, edhe pse ishin çdo ditë me ta, si më thanë, edhe pse ishin çdo ditë në kishë. Por nuk është se kur Jezusi u zbulonte gjanat më të rëndësishme, nuk është se i kuptonin shpejt. Madje kundërshtonin këtë plan të Jezusit. Kur pra Jezusi e paraqiti si do të vazhdoi puna me ta, në tarmen, e se si ka me vdek në kryq, atër Pietri e mori me vete Jezusin, e kapi përdoret e çoi njërë në anë, si me thanë, po flasim veç mas jeton që sa shtoja me të na dëgjuat gjithë. E i tha, mos e thash Zoti, se ti ke me vdek. Mos e thash Zoti se do të ndodhë një gjë e ti. Jezusi dinte se ku është e mira, e ku është shpëtimi i njerëzve. Edhe ja jep një përgjigje shumë të prejnë, e i thot, po më mejet që djaj. Ti e shkangull për mua, sepse nuk i ke ndërmend punë të hyut, por punë të njerëzve. Punë të Zotit ishin që biri ti Jezusi, cilin atje ka dërguar për ne, të flirohej për shpëtimin tonë. Pietri shihte aq sa shihte. Pietri kuptonte aq sa kuptonte. Por ky ishte plani i Zotit, me na shpëtua nëpërmjet flijes së Jezusit në kryq. Edhe Jezusi i qëndron besnik asaj që Zoti don me bën për jetën tonë. Prandaj edhe i përgjigj kaq, si më thon, shumë rani, thot shporu he djallë. Pra si t'ishte para ti Satani, i keqi, që nuk e don më rëvesh shpëtimin e njeriut. Kështu nuk i thot shporu prej mejet Pjetër, por i thot shporu prej mejet djallë. Nuk e tu fol në emën Zotit, nuk e tu fol si don Zoti. Pra nuk i ke ndërmend punën të tia. Po Jezusi kishte ndërmend punën të hyut. Atë Jezusi ja u jep një mësim të gjithë nxënësve, edhe i mëson që edhe ata ka me u dasht me kalua me ba ullën e kryqit në jetën e tyne. E i mëson kështu. Nëse ndokush dëshiron të vijë pas mejet, që do të thot, nëse dikush thot se më beson mua, atër do të me mohu vetveten. Me mohu vetveten është kryqi i vërtet. Na rregullisht e mohojmë tjetrin, e shkelim, si me thanë, tjetrin, jo vetveten. Jezusi thot, do të me mohu vetveten. Pra, do të me ira ullës kryqit, ullës së vështirë, me pranuar një. Ose, thot, kush do me ruaj jetën e vet? E kjo është e natyrshme, instinktive na vjen, do me ruajt gjithçka është e pëlqyeshme në mua. Thot, kush do me ruaj jetën e vet, do ta bie. E ai që e birë për shkakun tim, jetën e vet ka me gje. Pra, po do me thanë, Jezusi ka hje keq me avun para nxënësve kuptimin shpëtimtar të kryqit. Na i mbyllim syt para kryqit, në kuptimin para vështirës. Jezusi e kishte zgjedhur këtë rrugë të vetme me na shpëtua. Ele shënpali, por tashma shënpali ishte i shndritun prej Zotit. Por kishte një dilemë. Kur Jezusi e ka bën për veten këtë njeri, e nuk ishte i Zotit, nuk ishte i Krishti, një ditë është kthye. Kthimi i shënpali kremtohet edhe si një festë e veçantë në janar. Pra, është kënë një ngjarje kthimit të shënpalit. Pasion kthye, e i ka pas para vetes punë të Zotit. Atëherë nuk gabon të manë. Jezusi e lande edhe një mision, i tha, ti do të predikosh fjalën time, edhe para mbretëve, para paganëve, para gjithkuj. Por të prediku fjalën e Zotit, e kishte si thash një dilemë. Ishte një ridishëm.
pali ishte njëri shumë i lishëm. Po dilema ishte, a t'ju predikoj me dije njerëzve, apo të predikoj ungjillin me atë fuqi që e ka mrem e që në qendër është kryqi i Krishtit. E për këtë u thoshte, ju shkruan të. Krishtin ka dërguar me prediku ungjillin. Atëre din se si nuk duket me ma. E i thot, po ta predikoj jo me dije, jo në kuptimin me të dituni fjallet sa i shprehun ash, sa bukur flet. Këto për Zotin s'kan do me thanje. Fuqia e ungjillit nuk është me të një shprehun. E thot, jo, që mos t'i hum fuqia kryqit Krishtit. Me ba me i lan fjalës predikimit e spjegimeve të ungjillit, me i lan kahje si është dituni mënyrë filozofike të shprehunit për me i ba për shtypje njerëzve, nuk blen kjo, nuk e shpëton kjo njeriu. Pra, pali dinte se ku është fuqia e ungjillit. Na gjithmonë lexojmë ditën e diel ungjillin, se ne ka thënë Krishti me predikua. Shën pali dinte çka është në qendër, është fuqia e ungjillit, është flia e Krishtit në kryq, që na shpëton. Po ai kishte shumë vështirësi. E thot, kur shkoj me predikua, kur ju predikoj hebrejnve, hebrejt ishin besimtarë të asaj kohe, besimtarë të besides vjetër pra, kur ju predikoj hebrejve, ata kërkojnë prej me të mrekulli. Nuk është se duhen me dëgjue shumë fjallën e ungjillit, por thot kërkojnë mrekulli. Që në gja, i kishin kërku le Jezusit njëherë, ma shumë se i herë, po njëherë ungjilli na e tregon se erdhën disa skri e disa farizej te Jezusi. E morën fjallën e i thamë mësues, duhem prej tejet një shaje. Shajen e kërkonin, bra, shaje, si mrekulli, duhem që bajnë një shaje, që të dim se vjen prej Zotit. Bajnë një shaje, që të besojmë ty. Jezusi nuk ja u bani shaje. Nuk ja u plotësoj lutjen. Jezusi madje i zemrum ju tha, brezni e prap. Lelavide shaj kërkon. Pra, si me thënë, në Katar. Vetëm si në Katar kërkoni shaj se nuk doni mu këthy të Zoti. Edhe ju tregon, shaj tjetër s'do t'ju ja. Përveç shajs jonës profet. E shaja jonës profet ishte kjo thot, si kur se jona kjen barkun e përbin shidetin 3 ditë e 3 net, ashtu edhe piri njeriu do t'jetë në zemrën e tokës 3 ditë e 3 net. E në këtë mënyrë ashtu është para pa shajen e kryqit, do më thonë të mundimeve. Jona është kanë i dërguar si predikatar. Deri diku e dëgjoi Zotin. Heri ishte le i pabindun me predikua si thoshte Zoti, e kuj thoshte Zoti. Atëherë një ditë ndolli Natanie, ku kishte hi, e kishte hi me ik, thot ata që ishin mran, mendonin se stuhia që kishte ishte bajë malë ndet, do t'ishte për shkakt t'i jonës, që ka ik prej Zotit e zdon të me ba vullnetin e ti, e le holën ndet, e thot një përbinsh e përfiu e majtin barkun e vetë për 3 ditë resht. Pra Jezusi, ashtu i thamë, kom me avlon një shajnë e kryqit. E vetëmja shaj që do t'ju jepet, është kjo. Me fjalë tjera, vetëm shaja e kryqit, që me fjalë tjera do të thotë, vetëm mundimi e vdekja e Jezusit në kryq, vetëm kjo është mrekullia kryesore, ajo që ka shpëtuar botën. Dhe mësë sot po këndojmë lartësimin e kryqit, po e bëjmë në ndukje domethënien e kryqit.
kjo na shpëton. E na shpëton, si thot një nxënësi i i apostullit i. Jezusi po i premtonte Nikodemit, po i thoshte, hyu aq fort e don botën. Për këtë është hyu në kryq Jezusi. Hyu aq fort e don botën, sa që i ka lënë një vetëmin birin e vet. Pasuni, Zoti është i pasun. Por pasunia më kryesore e Atit qellor është biri i tij, djali i dëshirit, që bëhet njeri. Thot jallaboc. Jallaboc që mos të birrend. Zoti nuk don që të birrnë. Por thot që ta kem jetën e pasosur. Ose me fjalë tjera thot Ati nuk e ka dërguar birin e vet Jezusin këtë botë që kur të filloj me na fol, me na thënë, kam ardhur me ju dënua për mëkatet tuaja. Jo. Nuk ka ardhur me dënua, por ka ardhur me shpëtua. E kjo është arsyeja pse Zoti ka dashur me insistim që ta ketë emrin Jezus. Ja ka zgjidhur emrin vet për me treguar tan misionin që ka me kryer. Prandaj apostulli tjetër pra Gjoni thoshte, ai e ka kuptuar tashmë. Gjoni e ka kuptuar domethënien e ardhjes të birit Zotit e le veprën që e ka zgjidhur për më na shpëtuar. E ju thoshte besimtarve, fëmijët e mi, po ju shkruaj që të mos mëkatoni, se mëkati është e keqja e njeriu. Këtë din vetëm Zoti. E vetmja e keqja e njeriu, ajo e vërteta, e keqja e vërteta është mëkati. Po ju shkruaj që të mos mëkatoni, por edhe nëse ndokush mëkaton, e kemi mbrojtësin te Ati, Jezu Krishtin. Jezu Krishtin është ngjitën në qiell, e rrin djathtën e Atit, rrin pranë Atit. Atë i ngushëllon për ato i thanë, nëse mëkatnojmë, nuk duhet të dëshpërofna. E kemi mbrojtësin te Ati, Jezu Krishtin, të drejtin, ai që s'kam këtu kur. E le tregon se kush është ai. Ai është flia pajtuese. Pra Jezusi kur është fluar në kryq, kur ka derë gjakun në kryq, si e thomë në mesh, zemra e mesh sa është janë ato fjalë kur thomë, ky është trupi im që po fluhet për ju. Ky është gjaku im që po derdhet për ju, e për shumë tjerë. Pra është fli pajtuese, na pajton me Atin e na pajton me vetveten. Fli pajtuese për mëkatet tona. E le thot jo vetëm për tona, por edhe për mbar botës. Ai po i fliste një bashkisë krishterë. Atëre, bisedën e tij po zgjanonte në tanë botën, e në tana kombet. Kjo është fryti i flies Krishtit në kryq. Edhe në fond, Izaia profet ishte një njeri i Zotit. Ai ka jetuar para Jezusit, para Krishtit. Ka jetuar shumë shekuj më përpara. Por ai, si njeri i Zotit e në shpirtin e Zotit, po shihte para vetes me shekuj përpara. E po shihte frytin e flies Krishtit në kryq. Atë shkruan tek shtompë. Shqiptori im është ty. Punët kanë me shkua për sëmbarit. Kanë me shku punë për sëmbarit, kur e kujtojmë Jezusin se si përfunon në kryq mund të mendojmë, po nuk i ka shku te për marë. Por, punët e Zotit që i ka çu përpara Jezusi, i kanë shkua shumë mbarë, deri sa na ka lurua shpëtimin. E thotë, ai ishte i plagoson për shkak pausive tona, flet me shekuj para. I ndryllur për shkak të fajeve tona, ndëshkimi u ba peng paqe për ne. Ndëshkimi peshoi mbi ta, por me vartë e tij ne u shërua. Edhe kështu, bëhet e vërtet ajo që na thot Jezusi sot, i drejtohet Nikodemit e na thot gjithëve, se kam u lartësu biri njeriu të në kryq. Por kushdo që të besojnë ta, do të ketë jetën e pasosur. E ashtu si shërohe sheni, bijtë e Izraelit,
prej helmimit gjarpërve, tu shikua atë shenjë të gjarprit në shtyllë, ashtu kushdo që e sheh Jezusin në kryq, me fe. Kushdo që sa herë ban shenjën e kryqit, gjatë ditës, është gjithmonë të vunë para vetes se kryqi është besimi im. Do më thamë se Jezu Krishti me vartë e tij e ka shëruar jetën tënde. Të pranojmë sot këtë ditë në këtë mënyrë. Do më thamë të shohim në qendër të besimit ton se flia e Krishtit që po e kremtojmë edhe me mesh, me të vërtet e ka shpëtuar botën. Amen. Lutuni vllazën e motra, që flia ime dhe juja dale përgjyshme e parahyut Ati gjithëpushtetshëm. Vajnë po të lutemi o Zot që kjo fli e Jezusit na pastroj prej gjitha fajeve, pasi mbi lterin e kryqit e zhbiu mëkatin e ton botës në për Krishtin, Zotin ton. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyjun ton. Për një mend është punë e dejë e drejtë, është detyre jona dhe burim shpëtimit të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty. O Zotati shajt hyj gjithëpushtetshëm dhe jamshuam. Ti vetë vendose që njerëzimi të mbar ti vinte shpëtimi prej drunit kryqit. Që jeta të zinë të fill po aty nga lindi vdekja, e që armiku, nga lënyes me anë të drunit, prej drunit e le të mbete i mundur në për Krishtin Zotin ton. Në për të angjit i lavdrojnë madhrin tënde, zotrusit të alurojnë drillën pushtetit, që jetë fuqit qëllore serafin të lumëton, bashkohen për të brohorit me galdim. Me ta, po të lutemi bajnë që të marrin pjesë dhe zërat tanë, ndërsa përvojtrisht po themi.
Ty, o Anë i gjithëpushtetshëm, ne po të bekojmë për Jezu Krishtin, birin tanë që erdhi në emrin tanë. Aja është për njerëzit fjala që shpëton, dora që u ashtrin në katarve, ulla që na drejton në paqë. Kur u larguam prej Teje, o Zot, për shkak të mëkateve tona, ti vetë na pajtove përsëri, që të rikthyem te ti, të mund të duam njëri tjetrin, në përbirin tanë të dorëzuam në vdekje për ne. Dhe tani, tu kremtua pajtimin, që Krishti ka fitua për ne, po të lutemi shëjtroj këto lurata me hirin e shpirtit tanë, që të bahën korpi e gjaku i Zotit ton, i cili na urdhroi të kremtojmë këto mistere. Ai kur erdhi koha për të lanë jetën për lirimin ton, ndërsa po hante mori bukën në duart e veta, të falenderoi, e bekoi, e theu, u ala nxënësit vetë le tha: merrni e hani gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu, në darkë të fundit ai mori kelkun e benkimit të nduart e veta, dhe duke dëshmuar mëshirën tënde u ala nxënësve vetë le tha: merrni e pini gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besiljes së re të mshuam që do të derdhet për ju, e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bajni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Tu përkujtua vdekjen e ngjalljen e birit tënd, që na ka lanë këtë peng dashnisë ti, ne të ofrojmë flinë e pajtimit për sosën, që ti vetë na ke murua. Na pranoj dhe ne po të lutem jo ati shaj së bashku me birin tanë këtë gosti shpëtimtare. Na jep shpirtin e ti, që të hiqet çdo pengesë mbi ullën e harmonisë. Baftaj që kisha jote të jetë mes njerëzve shaj bashkimi dhe mjet paqe. Dhe na ruajt në bashkim, me i peshguin ton rrokun, me të gjithë i peshguit dhe mbar popullin tanë. Ti që tani na mblolle rreth tryes birit tanë, ashtu edhe na bashko me të lumën Mari Virgje Hylinse, me shajtrit aposhtë me gjithë shajtrit, me vëllezërit tanë dhe me njerëzit e çdo race e çdo gjuhe, të cilët kanë vdekë në miqësinë tënde, që të marrin pjesë në gostinë e bashkimit përjetshëm, në një qiell të ri dhe në një botë të re, ku shkëlqen plotësia e paqes sate në për Krishtin Zotin ton. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin. Ty po aty gjithëpushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qoftë të çdo nder e lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Një mendje dhe një zemre ti drejtohemi Atit ton qelor. Aty na liron po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na e paqen ditë tona. E në saj të mëshirë sate do t'i rohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do t'jemi të sigurt prej çdo turbullimi të e prit shpresë e lume ardhin e shpëtimtarit ton Jezu Krishti. O Zot Jezu Krishti, ju ke thonë apostujve tu, po ju lam paqen. Po ja paqen time, mos i shikon mëkatit tona por fene kish sate, je pjesaj. Si pas vullnetit tanë paqe dhe bashkim, ti që jeton mbretron në shekujt shekujve. Paqja e Zotit, qoftë gjithmonë me ju. Jepjani njëri tjetrit shajin e paqes.
Ja qëngji I hyut, janë që I shlyën në katit e botës, lumë ata që janë thirrur në gostinë e qëngjit. Kosa.
Të lutemi. Të përtërim me shujtën e shenjtë që ti na lurove, me përvojtëri po të lutemi o Zot Jezu Krisht, ti na la jetën me anë e drunit kryqit tënd, na lurole lumturinë e ngjalljes, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Të bajnë bekimin e kryqeve, ndihma jonë është në emrin të Zotit. O Zot, dëgjoje lutjen ti. O hyja ty në biri të vdiqë në kryq që ne jetojmë, kështu që prej drunit të turpit u bani shenjë fitore e cila në vend të mallkimit dhe të rënimit na e pruni shëlbimin. Të lutemi, bekoje o Zot, bekoje këta kryqja, atyne që e shikojnë, le të bjen ndërmen se çka ke hjek, dhe çka ka meritua Krishti për ne në kryq. Të gjithë ata që nderojnë kryqin e Krishtit, forcojnë fe, shpresën e dashni. Ban që Krishti i kryqëzuar dhe i ngjallën të jetë, gur pajtimi dhe gazmendi, fuqia dhe ngallënimi, i cili me ty jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Ta lurojmë o Jezu Krisht, këtu dhe në të gjitha kishat e tua, dhe po të bekojmë sepse me kryqin tanë të shenjtë e shpërblere botën. Zoti qoftë me ju. Hyati mëshirshëm që me mundimet e birit vet, ju dhuroj shembullin e dashurisë, sa ju dhuroft mundësinë që me anë të shërbimit ndaj hyut të njerëzve, të fitoni dhuratën e bekimit të tij. Krishti Zot me vdekjen e vet në kryq, na shpëtoi nga vdekja e mshuar. Ai ju dhuroft jetën e pasosur. Ju ndiqni Krishtin e përvojit. Ai ju baft pjesëtar të ngjalljes së vet. Dhe bekimi hyut gjithë kushtetshëm i Atit e i Birit dhe i Shpirtit Shenjtë, art mbi ju e qëndroft përgjithmonë. Me shaka krye të shkojmë në paqë.